Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit ka bllokuar planin e rektorit të Universitetit të Mjekësisë Xheladin Draçini, i njohur si Tano Karidi i Mjekësisë, për të goditur ish dekanën e Fakultetit të Mjekësisë, Edith Xhajanka, duke përdorur Silvana Baren, dekane e Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Draçini kërkon të shkarkojë Edith Xhajankën, duke përdorur Silvana Baren, pasi Edith Xhajanka duket se ka sinjalizuar institucionet ligjzbatuese për aferat korruptive të Draçinit, Silvana Bares dhe rrethit të tyre. Dekania e Fakultetit të Mjekësisë Dentare, Silvana Bare, ka paraqitur pranë rektoratit një kërkesë zyrtare për lirimin nga detyrat të drejtueses së departamentit, profesor doktor Edith Xhajankën, ish drejtuese e këtij fakulteti, aktualisht përgjegjëse e departamentit të ortopedisë stomatologjike, ndërkaq ILDKPI i ka kërkuar zyrtarisht rektorit Draçini të pezullojë procesin disiplinor kundër Edith Xhajankës, pasi kjo e fundit është subjekt i ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, që nënkupton se zonja Xhajanka ka sinjalizuar afera korruptive brenda Fakultetit të Mjekësisë Dentare. ILDKPI kërkon që procesi disiplinor ndaj Edith Xhajankës të pezullohet derisa të verifikohen pretendimet e saj se kërkesa e Silvana Bares për ta shkarkuar është hakmarrje për shkak se Xhajanka ka sinjalizuar aferat korruptive të Bares. Pas kësaj shkrese, rektori i Universitetit të Mjekësisë Xheladin Draçini, i njohur si Tano Karidi i Mjekësisë, i ka kërkuar kryetarit të Komisionit Disiplinor Arvind Dibra të pezullojë hetimin administrativ ndaj Edith Xhajankës. Rektori i Universitetit të Mjekësisë Xheladin Draçini, i njohur si Tano Karidi i Mjekësisë, gjen gjithnjë personazhe të ndryshëm për t'i përdorur si doreza në krim për afera korruptive me tendera, gjueti shtrigash, sabotime, shantazhe e të tjerë, me qëllim evitimin e përballjes direkte për t'i shpëtuar ndëshkimit në rast të një veprimi nga ana e drejtësisë. Për shembull, për një fushat gjuetie shtrigash ndaj të dyshuarve si armiq të brendshëm, Xhelo po përdor Silvana Baren, dekane e Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Përmes Silvana Bare, Tano Karidi i Mjekësisë është përfshirë në disa projekte fiktive dhe korruptive me grupin kriminal të Akshit, afera për të cilat do të flasim me detaje në vijim, krahas dallavereve të tjera. Draçini po përdor Silvana Baren për goditjen e ish dekanës së Fakultetit të Mjekësisë, Edith Xhajanka, e cila konsiderohet e dyshimt nga Tano Karidi i Mjekësisë. Në koordinim me Xhelon, Silvana Bara, me një shkresë të datës 4 qershor 2026, i është drejtuar rektoratit, pra Xhelos, për shkarkimin nga detyrat e Edith Xhajanka, me akuzën e komplotit ndaj Xhelos. Silvana Bara është bia e Petrit Bara, ish kandidat për deputet i LSI-së së Ilir Metës, aktualisht rektori i Universitetit Luarasi, të Irfan Hysenbelliut, i cili ka zaptuar pasurinë publike nga ish konvikti i gjuhëve të huaja, duke e kthyer atë në një biznes privat. Petrit Bara, ish dekan i Fakultetit të Infirmerisë, është skeduar si lidhje e dy simboleve të korrupsionit në drejtësi dhe politik, respektivisht e ish prokurorit të Tiranës Petrit Fusha, i pandehur për fshehje pasurie dhe i dyshuar për pastrim parash, si dhe i Ilir Metës, në burg për korrupsion dhe pastrim parash. Karriera e zonja Silvana Bare është produkt i dorës Petrit Bara, fal lidhjeve të tij të errta me linja korrupsioni në drejtësi dhe politik.